Shëndetje Dibran. Cilat janë pritjet e juaja në fund të këtij procesi? Dëgjuam fjalët përfundimtare. Faleminderit pas dhënies fjalëve përfundimtare si nga prokuroria, ne si palë dëmtuar edhe nga mbrojtja, jemi paksa të lehtësuar për shkak se konsiderojmë që u përfundu një rast me sukses. Nuk duhet ngutemi për shkak se vendimin nuk mund ta prejudikojmë, por që konsideroj që edhe vetë mbrojtja u dorëzua përballë provave dhe përballë vetë mbrojtjes së të akuzuarve, të cilët gjatë dhënies mbrojtjes me dëshminë e tyre, qoftë duke tentuar me ngarku njëri tjetrin ose me shpëtu veten, kanë pas shumë kundërthënie që janë vetë inkriminuar. Dhe Sylla, po dua t'ju pyes, ka qenë një proces, e kam përcjellur vazhdimisht në emision, kemi biseduar disa herë, ka qenë një proces shumë i ngarkuar. Sa i rënd ka qenë ky proces pra të trajtohet një rast kaq makabër në gjykat? Kemi pas raste të ndryshme edhe gjatë dhënies fjalës përfundimtare e thash një njëjtën gjë, që kemi pas raste ku një burr ka vrarë një grua në afekt, një burr ka vrarë një grua në impuls, apo për shkak të nervozës, apo për shkak të një hakmarrje të paskrupull, apo për arsye të ndryshme. Po është hera e parë që kemi një rast ku 3 burra për një vit planifikojnë vrasjen e një gruaje. Ka qenë e rëndë edhe në aspektin ligjor, po në aspektin personal mund të them që ka qenë shumë e vështirë. Me familjen e Adema i njihem personalisht dhe ka qenë edhe një ngarkesë emocionale, e cila ndonjëherë edhe ka mujt edhe me ndërhy në performancën edhe në përfacimin e rastit, por që jam munduar ta mbaj sa më larg këtë pjesën emocionale në mënyrë që ta përfaqësoj sa më dëmësisht. Besoj që gjykata nuk do ta ketë vështirë, është një prej rasteve ku jo shpesh ndodh të kemi më shumë se 22 kamera ku shihen të akuzuar me takime, me rrugtim apo edhe me detaje tjera që janë kapur nga kamerat. Kështu që vetë provat materiale, po edhe personale, ato faktet që krimi nuk është, asnjë krim nuk është perfekt, në rastin konkret të gjitha ato ngecjet apo gabimet që i kanë bërë gjatë rrugës Najmur Seli, Kushtrim Kokalla dhe Granit Plova janë kthyer kundër tyre. Kemi pasur një fat gjatë dhënies mbrojtjes, mund ta themi kështu, fat në thojza, që Kushtrim Kokalla dhe Granit Plova janë kthyer kundër Najmur Selit, e që duke tentuar mi ndru deklaratat, kanë bërë gabime gjatë deklarimeve të tyre në mbrojtje. Kemi pasur një fat tjetër që nuk janë mbrojtë në heshtje, për shkak se mbrojtja në heshtje kish me na pamundsu edhe me parashtru pyetje edhe me kuptu versione, edhe me kish me pamundsu shkalimin apo shitjen në dhënie deklaratave nga ana e takullunve, po në rastin konkret deklarimet e tyre na kanë ndihmuar shumë për me vërtetuar gjendjen faktike.